seancën. Ju lutem qetësi, zoti Shehaj. Seanca plenare ku vendi devijoi marshimin e qytetarëve në ditën e 19 të protestës, nisja e zakonshme nga sheshi Skënderbej nuk vijoi për te kryeministria, por u kthye te Ministria e Brendshme drejt kuvendit. Momenti i mborritjes së qytetarëve para kuvendit përkoi me përfundimin e seancës plenare, turmagjeti të papërgatitur deputetët socialistë. Një pjesë e deputetëve u rikthye në ambientet e brendshme të kuvendit, por pati nga ata që morën guximin të dilnin në mes të protestuesve si Ardit Bida. Tensioni pati edhe në momentin që protestuesit kaluan para selisë së Partisë Demokratike, ku një grup qytetarësh u përballën me simpatizantët e opozitës. Në të dyja rastet, tensionet fatmirësisht u shuan në kohë dhe protesta vijoi te kryeministria me thirrjet e zakonshme, Rama në burg, Berisha në burg.